Sot në Tetov filloi ngjarja dyditore Global Digital City 2026 e dedikuar zhvillimit të sektoreve si Business Process Outsourcing dhe Information and Communication Technology apo aftësive digjitale, inovacionit dhe punësimit të rinjve. Ngjarja bashkoi institucionet, lideret e industrisë, kompanitë ndërkombëtare, komunitetin akademik si dhe profesionistët e rinj nga rajoni. Si në kryqëzim i këtij eventi, fjalë rasti pati edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili tha se ndihet i privilegjuar të ketë Global Digital City në Tetov. Kasami tha se qyteti i Tetovës ka shumë potencial dhe talent që mund të përfitojnë nga këto programe. Qytetet nuk janë vetëm rrugë, ndërtesa apo kablo optike, ato janë mundësi. Tetova nuk mbahet vetëm nga infrastruktura, por nga një shoqëri që mëson të veprojë, të krijojë dhe të ndryshojë. Digitalizimi, inovacioni dhe zhvillimi i qëndrueshëm janë mjete për shtirimin e mendjes dhe për ngritjen e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve. Teknologjia nuk është thjesht platformë, ajo është kulturë, transparencë dhe përgjegjësi. Transformimi digital nuk është vetëm një proces teknik, ai është proces etik dhe shoqëror, që kërkon kalim nga pritja pasive në veprim të drejtë për drejtë. Tetova angazhohet për shërbime publike më efikase, digitalizimin e proceseve administrative, mbështetjen e inovacionit dhe krijimin e hapësirave ku të rinjt do të ndërtojnë të ardhmen këtu brenda qytetit të tyre. Zhvillimi nuk është vetëm rritje ekonomike, ai është besimi i të rinjve se hapësitë e tyre kanë vlerë, partneriteti i sipërbalësve me inovacionet dhe ndërtimin e shërbimeve publike për këtë qytet. Bashkëpunimi mes institucioneve, universiteteve, sektorit privat dhe shoqërisë civile është thelbësor, dhe këtë e tregon edhe ky organizim sot. Tetova synon të jetë pjesë e jetës të qyteteve që bashkëpunojnë për të qenë më të forta dhe më inovative. Programi ka fokus të veçantë në mundësinë e punësimit dhe zhvillimin e aftësive për studentët dhe të rinjt. Në përmbyllje, organizatorët theksuan se Global Digital City 2026 nuk është vetëm një ngjarje dyditore, por një platformë që synon të krijojë ura të qëndrueshme bashkëpunimi mes institucioneve të sektorit privat dhe të rinjve, përmes paneleve, trajnimeve dhe rjetëzimit me kompani vendore ndërkombëtare. Pjesëmarrësit kanë mundësi konkrete të informohen për trendet më të reja, për kërkesat reale të tregut të punës. Ngjarja pritet të ndikojë drejt për drejt në rritjen e aftësive profesionale të studentëve dhe të rinjve, duke i përgatitur ata për sfidat e ekonomisë digjitale dhe duke rritur mundësinë për punësim brenda dhe jashtë vendit. Po ashtu theksu vu në rëndësinë e investimit në kapitalin njerëzor dhe në krijimin e kushteve që talentet e rinj të zhvillohen në vendlitjet e tyre. Me organizimet e tilla, Tetova synon të pozicionohet si një qendër rajonale e inovacionit dhe teknologjisë, duke dëshmuar se ka kapacitet dhe potencial për të qenë pjesë aktive e transformimit digital në rajon.